Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi nga fshati Kosterc, komuna Skenderaj. Ditë e hen ju dëshiroj një javë të mbarë për gjithë miqtemi. Jemi në fillim të fshatit, më duhet me komentu çka po shoh mbeturina gjithandej, nuk po m'pëlqen infrastruktura, trotuar në onin e majt, qetësi absolute. Në këtë fshat ka shumë pak lëvizje deri më tash, e kam fjalën derisa isha duke u bë gati me xhirime. Përshëndetje. Hajde po e komentojmë fshatin Kosterc, për çka njihet ky fshat, si janë banorët, sa është si fshat i banuar e ndonjë veçori kështu ekstra që ne nuk e dim, realisht nuk e dim thujase asnjë sa i përket këtij fshati, por mbetet me i kuptu gjitha këto. Për gjatë ditës së sotme, nuk po m'pëlqen kjo rrugicë e pashtruar. Pse ka mbet kjo ende kështu? Sigurisht faji mbetet në pjesën e komunës, se ty be unë me ardhë një ushtru s'ko mujt. Ashtu. Qetësi është shumë, kohën e kemi pak e zftot, por gjithsesi doja dalim si çdo ditë edhe sot. Shtëpia fiks ky u borri këtu tamam fshat, me traktura, me punime, sene, ke që mundet me konë? S'po di. Njerë mendova që është ode fshatit, por se di se qka është, mundet me qenë edhe WC publike, më duka ashtë ma jepi atë përshtypjen, nuk e di. Ne po vazhdojmë që të mi kështë drejt, fshati e ka një shtrirje bukur të madhe, mbetet me i par resurset natyrore që i ka ky fshat, përveç kësaj, po shpresoj që banorët kanë me pas çka me na tregu lidhur me fshatin, edhe një tjetër rrugicë e pashtruar, përveç kësaj balta ose lloçi, lloç. Lloç do thotë në këtë pjesën e kemi komplet. Kombi, pra po i dërgoj kanë fëmin në shkollë pas kanë kombin. Çaj bo se pas ka kryer orarin, shkojnë shpe. Jam të e pa marketin, kjo shtëpi po m'pëlqen. Përveç kësaj e ka dhe pjesën e shtruar me kubza, shumë bukur, po m'pëlqen edhe kjo pjesa e murit, është shumë unike. E ka një dizajn të veçantë. Shifeni gjitha këto fusha, ara, po thuaj se gjitha janë t'lo me ashtë bosh. Jemi pra në lagjen Spahiu. Për gjatë ditës së sotme do mundohemi në secilin lagje me shku pak me bo bajram, gjithsesi do mundohemi me taku ndonjë banor në secilin lagje me na tregu cila lagje është më e mira, a? Jem të i pa dhe varrezat e fshatit, por para se me i tregu për varrezat, po du mundal me e komentu pjesën që jem të e pa momentalisht. Tokat në këtë pjesë po duken me qenë të punuara, përveç kësaj ka dhe prapa këtyre shtëpive që tash do i shini. Gjithsesi ne do e kuptojmë pas pak se sa shlon mazdore bujqësia apo vazhdojnë të punojnë njerëzit në këtë fshat, duke marrë parasysh në shumicën e fshatrave që kjo pjesë është lënë bazë dore, po besoj që edhe këto pak janë infektuar dhe këto e kanë lënë. Me që fshati duket me qenë shumë i qetë, nuk ka lëvizje, nuk e dihet se sa banor mundet me qenë rezident momentalisht në këtë fshat.
Fshati e thash edhe krejt në fillim duket me një pozitë, me një shtrirje të madhe, pozitën e ka të rrafsh, po ashtu edhe ka drinërë malore, jeni të i po edhe malet, ajri është perfekt, si në fshat mo. Pra, varrezat e fshatit, ka rrugica shumë që nuk janë të shtruara, po shpresoj që kanë me u marrë edhe me këtë pjesë, ju mja u këthy shpinën tash me i lëm fshatrat kështë mbrapa, por që se këtu dën dikosh me jetu. E nuk bën me i lën krejt ashtu në bazdore, ka po shkoj mondi, na u ka pështjel ka tu me. Që të pas kam fillu pak me qit betona, cimento, qysh me qujt. E pas kanë lën, me sigurit në një pronor, qaja kam rris, ka pas ma shumë. Mbeturina, s'pam pëlqen fshati me mbeturina, nuk e di se kush kujdeset për fshatin, a kanë pas mirëmbajtës, apo kanë aktualisht, apo s'kanë fare heq, por që deri me tash ka shumë mbeturina, për keqardhje, ju që dua ta them edhe që m'pëlqen me qit në pah kur ka mbeturina, por gjithsesi m'duhet me cek. Gjendja është qetësi absolute, kështu që ne duhet me tentu me hy në për shtëpia. Në anën tjetër mbetëm të fol vetëm unë, ja pra mbeturina unë dhe është i kap. O njerëzve disohuni, mos i hodhni mbeturinat në tokë. Një fshat me resurse natyrore si kurse Kosterci, pse me lon kështu në këtë gjendje, pse me gjujt mbeturina? Hajde po fillojmë sa interesant. Këto rrugica. Nuk e di as ka jem të shku, ndurë Zotit. Po një di se në Drenit si kam dojtë. Kështu që jam me sigurt, ndurë sigurt. E kjo po m'pëlqen, një vërë interesant tipik në fshat. Ka po shkojmë i mëre, për pjeta, apo him qëtës, për pjetë. Hajt për pjetë, po dhëtë ondi. Ondi në kom fillu si shpesh me ndëgju, se po ja qëllën shpesh here. Ondi del propa mjesës, po mund e mund me jetës propa, se për zona konë. Kjo pjesa duket me qenë djerina komplet, përveç kësaj s'pas na qka asë me shiku, ondi fokus, këtu mbeturina pas kanë më mnejtë në krysat. Të merë gjendja është. Alarmonte, gjitha ndej mbeturina. Vetëm gjelat po ndëgjohen në këtë fshat. S'ka njerëz, s'ka banor, nuk po takojmë. Ka mëre me shku mëre ondi. Ondi po morën pak pomjem të i po gjelat edhe pullat sa të bukura. Kikire kiko! Ashtë mëre dikosh këtë, për deri sa i kanë pullat edhe. Ishdosh me kanë dikosh, po në të kundërtën ka pas rast që i kam po kështu në bërë pulle, gjele, por që familja ka jetu me një pjesë tjetër, vetëm që ka norë kështu me ju qitu shqim, kështu që ndoshta ndodhë që nuk është askosh. Hajde po vazhdojmë poshtë, se m'duket e poshtë dike në bërë. Urojmë edhe shpresojmë që e kemi me taku dike. Mbetem kështu me urime dhe shpresime, për shkak se jeni të e po edhe ju vetë gjendjen, është shumë problem me taku njerëz, jo vetëm këtë fshat, po në shumicën e fshatrave, por që shpesher kam fatin unë me taku. Oj, zoti shpis! Tasha nuk më dëgjën, po afrohen pak. Ondi pa të thonë në hajde, mos hajde, se i tregoj që jemi me kamerë. Dira hapëm traktorin, atja morëm që traktor e tikëm. Qështish, oj, zoti shpis! A do një mësafir? Me orë në Drenit të kuqe, edhe me të këthy është e pa mundër. O, mirë si u gjetëm vesh të heku shtë dorza. Pesh më se je këtu. Është bëllden. A je gjallë, si Gjallë, a je një mirë. O, sholla për në gëzani në rrit një pensionet. Na plesh, marun pa pore. Po në cem të punu në zyre. O, po nuk thashë këshe për pensionet me na i rritre. Edhe në gjendjen si jë. Mo, haj, mo zama kesh. Ani po qushini. Mirë, ka do Rahat, sot, mira po numër lodhni. jemi. Hajde Jo lodhni, më qëfar të lodhë, në rini mu lodhë. S'lodhë na kur heq. Jo, Allah s'lodhesh. Inshallah të zoti shnetën, Amin. e rahat lakun, Inshallah gjithë. qaja o kryesore, se to shkojnë e vinë sanët, qam të Jo punë. mirë jeni, me shëndet.
Po nuk o keq, jënë bo dhe vjetë. Nuk ju të regova se kam hy me kamirë, se aq bukur, aq mirë më prite me zemër të modhe, kështu që tash po të regoj që jenë kamirë. O, që, qka kjo? Telefon. A, kamera, që. Hajde bërë një foto. Ane. Klik. Falmiret. Qësh po kaloni? Po mirë, nuk o keq. Shoti Kosterc, hajde po zbritë një Shoti Kosterc jemi, po logja dervishajve, gjevat e komemin. Tash kum hynë logjën dervishaja, aty ishte spahiu. Po spahia ta nena janë, po na tash kam dervishaj shkuar kënena jemi. E cila jeni ma e mirë si logje? Të mirë dy janë të mirë. Dy janë të mirë. Apo kopni me zvetin a herë? Jaj. S'kam vet as njerë që mu kop. Jo, vallaj, kur s'kemi pas probleme, edhe pse ata janë spahia tjetër fis, na jem tjetër fis. Kënena, na jem fisit gashi, ata spahi ty bezdi kanë asi, qfar fisi, veç jem kojshije kur probleme s'kemi pas. Ju jeni lindum edhe i rritëm në fshatin Kosterc. Po. Na me të kallëzu drejten tash. Katra gjyshi jënë, është ardhën pej malsis modhe të Shkodra. Jaron Cërabrek Deçanit. E prej atyit, një vlau me të aty dy kanë nërë Syrigjonu. Syrigjoni kanë thonë atër, tash Syrigon, për i thyrën, kërë në shkive i kanë thonë Suva Gërla, fytë e thatmi për këthyja den, e qështu, po Syrigjon është veni i nalt, ten skuks e shef, kret dugazinin, kret thuja Kosovën. Tëna, pe Surigone, ka tragjyshim ka ardhë këtu, Kosterc. E këtu tash jemi, që ati ka tragjyshit 3 lagje. Hysenajt, Nimonajt edhe na dervishajt. Që ati ka tragjyshit. E tash, 4 generata, po dhe me thonë, me alo ka 100 vjetë, 400 vjetë, po nashta ka 80, që 380 vite. Këtu. E Cërabrek, kur kanë ardhë ma herët, veç këtu plesht, qështu mas gojdhonave, brez mas brezit u kalëzu, Qështë po jetonin këtë fshat, po duket shumë qetë, është i banum. Është i qetë, po të kalëzaj. Kanë metë vetëm burë grue, plak e plak. E tash, ku janë dytë, nuk o fort problem, po ku metë njoni, shumë keq është. Smuhet në shta des, e se dikush që dek, të t'i vjera që diku më njës, shumë nuk o mirë kjo punë, një e dyta, tash edhe plesht, ka edhe dvarfun, ka edhe dërrug të këqia, ka edhe mjeku largë, nuk e kem letë. Vëllaj për një kontrol të specialistin 100 euro, e i martë veteranve 200 euro që tash i kanë bo, e të punës nuk për në dhonë, se jem veteran të vjetër. E tash veteran të ri edhe punojnë, edhe e mërë veteranve. Qëfar drejtësien nuk përshë qësh në diska drejtë të marë këtu të na. Plaku si thmija ishë. Thmija gjithë ka nevoj për kraje dhe të rritet. Edhe plaku gjithë shka mungon. Plaku lakmon. Edhe lakmon, po, që tash mës me pas buk, do të me nga ndrunik 3 kilometra. Te shkoj une, lodhë në ambjerë me kërë, dikush e mytë që atë jesë. Qdo ditë dhe më thoi ju duhet ju dhe me të më shku me vlip? Me marë, me shku me marë bukën, me harqin, me qu, me arë, me... Nuk o letë, po... Fmi keni? Peshala kemi shnësh thmin. A keni fmi po? Po, kemi thmi, kemi thmin e mirë, kemi reja të mirë. Ka ndalë dhe ata kreta ju? Ka ndalë mas lufte. Mas lufte ka ndalë. 2 kom Gjermoni, 2 djemë. Edhe njënë në Sloveni në Ljubljana. Bile ata kanë ardhë që 2 muaj kam gruen, meren vilë, e nese që shtu po kanë lujë. A ju që nuk më pëlqej mu me fillim të fshatit edhe për gjatë rukëtimit drisa i rda këto në borin e ju, ishte pa pastërti e madhe bre. Po. S'keni mirë mbajtë të fshatit? Qka mundet, po nuk kemi, po qka mundet plesht, gjithë shka nuk o marë. E riu, a gjallë, e manë pastërtin, higjenën, gjithë shka ndryshe, të fluturu e qënë të mjeku njerin. A s'kam betri një heqa?
Vallaj shumë pak. Vallaj shumë pak. Na jemi 5 vllazën, 6 jemi, 7 një motër, por një në ka dek qysh 3 vjeq, atëherë frunthi e ka mytë. Edhe 2 më ka dek, tash me 18 maj, 3 vjetë i bojnë i madhi u konë veterani arsimit, e tjetërin Bosnë e Hercegovinë ka punu atje ka dek, atje s'kem pas drejt, unë s'kam drejt me një atje, se unë atë Republikën Srpska. E më lidhin, më së më qërë në orë ka, se jem konë veterane, jem konë edhe për para su ka ndeshtë qashtu, edhe atë se ka ndeshtë hish, se i ka kundërshtu, gjithë e qashtu. Shtëpinë e pas ke bo shumë të mirë. Po, kanë bo djept, po mirë, po tash do me hinë, ka kafe me pije. Ja, bre, s'po ju bojmë të lashe. Ta hora, unë e di me qitë kafe. Ja, për ata i qesëne, po nuk po ju mundojmë. Nuk po ju mundojmë, faleminderit shumë që naftut. Me njerë qofshë. Unë veç pata dëshirë me bisedu për fshatin. E qështu. E tash po du me ju pyet, më falë që po ju ndërprej, me qka mirën banur këtu, qa punojnë? A punoni toka, jo, disa po isha të punu me disa jo? Po, qëre, këtu toka, vjerrina, jënë bon, therra, luga, kret, serinia nuk ka, na s'mu i punoj. Unë s'po mu i punoj. Njone tjetërit ka tënë ja kom dhonë, edhe i veç që vetë me djali ka shku e veç me grue, si vjetë ta s'mu i leba talë, tash po s'po mu i shë. Veç punue, s'du kur gjo hesh me të morë, veç më s'te shumë mu shtherra luga. Po, jo, rinia ka necë, 50-60%. Ju falenderoj për zëmërsisht, falenderoj për kohën, falenderoj që na pranut ne u borën tuaj, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe për juve, qofshit ne shumë, e të njerëzishëm gjithmonë, e po që shëndet e lumturi, e jetë gjatë, e kaloni sa ma mirë, se këni kush të ka orë në derë, që 26 vjetë tash po bohen, gati është shkurti. E falenderojmë Bacin Xhevat, i cili na dha shumë informacione lidhur me fshatin Kosterc. Përveç kësaj duhet me nxitu me xhirime për shkak se na pret një drek e shishme që kam na qaroz Baci Xhevat. Po shkojmë drejt fshatit, se di edhe sa na kam bit. Qa kam bëkt? Pra, si që e ndëgjut, e pyeta pra Bacin Xhevat për mirëmbajtësin e fshatit, nuk është se ka mirëmbajtës, këtë veç e kuptova, me që me pas mirëmbajtës nuk është fshati kësisoj si është në këtë gjendje, sa pula të bukura, vetëm pula po shë, pula njerëz nuk ka, mere që të bile që të pula t'i kemë. Fshati e ka vetëm shkollën e vjetër, por që nxënësit shkojnë në Runik, pra e kanë edhe këmbin, që i dërgon deri në shkollë, pra këtë shkollë je, xhami, shtepi shëndeti je, qa me bo veç me ikë prej këtuit. S'kan pas asgjë, janë detyru domosdoshmë me lënë fshati me braktis. Pra mund të me thonë lirshëm me qëtimi është fshati i parë që nuk ka shkollë. Xhami, dhe më thonë, sen gjallë zotit, veç që ta njerës që jenë, sa ke numrin nuk më tregun, po 10 me kanë mjaft është. Shifeni pra, nuk shenë, veç shtepi ka, shtepi edhe fusha ara, kur gjatë tjetër heq, as edhe një tëp nuk po esha fëmija. Qëtësi, pas ka kap gripi sezonin shtartë. Shumë balt, po i them kështu në gjuhën popullore lëq, shumë lëq ka, shifeni pra, se si i kanë lanë. Mirë po këtë është dash me u marë komuna pak me fshatin. Si duket, në fshatrat e komunës së Skenderaj është fshati që më së paku qenë kanë marë me të. Shifeni pra fusha ara, gjitha janë djerrina, të papunuara, i kanë lanë kështë, normalisht e kanë braktis fshatin, edhe i kanë lanë kësësoj si që ndëgjut pra dhe banurin, që tha veç me ma punu mës me po që ashtë, sens po i du, do thot nuk ka lyp as një këmbim të hola, apo diçka tjetër, veç me ja punu, mës me lanë që ashtë me po, se këta që ka e në ma në mosh, ju dhem shumë me i po, me i lanë ashtë tokat e veta, të pa punu me vetë nuk munden, se jem bo vjetë, po edhe me i lanë ashtë ju vje shumë rënë.
Shime të madhe, jeni të e pa në çfarë kushtesh të vështira po xhirojmë, po vazhdojmë me xhiru derisa ti prishë çdo pajisje tani dal me telefon. Na po vazhdojmë edhe pak. Në fakt po du me pauzu pak, edhe mos po ndalet me shpresë. Na do të me qëndru gjatë gjithë ditës së sot me këtë në fshat, me e prit mos po ndalet shiu, se mos po harrojmi ndonjë veçori të fshatit me e prezentu, edhe nuk bën. Pa, ma po mjefni. Jo katë andi thët, ujë ndalet, Doris ndalet, e sheni, në xhirime jemi shi, gjithandej, po e shi ju. Pak po i pastrojmë çdo qizmet. Hajde të shofëm kush po na bë konak, duhet me hy kështu se nuk kemi se si me i zhvillu intervistat, përveç se brenda shtëpis. Oj, zoti i shtëpis, pas ka donjë me çadër. A e të marrë pluqa çadër mua? Ka jenis? O, faleminderit. A do një musafir, jemi me kamir. Qëshje, a je mirë, dorën tina. Hajde hi nërë qadrë që shumë. Unë e thash kush po na bë konak që ta është i cila familje. Kush po na shtimrena, së shi. Kur dush që kom ven kosa. Ashtë në i kusha të mrena ju? Veç gruja është. Veç gruja, a i pengojna? Zdiva shazë. Pas hajde veç të më pik, nër pik timi. Që i bini, po nga që reni. Qysh jeni? Mirë. Familjen? Qysh po kaloni? Valoj mirë po kalojmë. Si është jetesa në fshatin Kosterc? Po e që fshatin Kosterc nuk o keq. Jo në do sene, i kemë nërejtë do drita, rrugët, kanalizimin, këtu senet, ju nërejtë krejtë. Për ka një ndreshën e nuk jem të pa banor. E kam braktisë fshatin shumë. Po e kanë bërë. Që pak më nalë që një me gjatë e madhe. Po më pengon, po mi prish plëk. Ani, i disem. Qa po bëni, qa po nëni, me qka po mirë. Qëtë po flasëm, hajde, qëtë para deres. Se, si në shimo, ondej kom lidhë qëtë flokë bre mirë, se pa pasqyra si kom pas. Kejtë na u kam bo qëllë. Hajtë se mirë i kam, s'ka tërtë. Qa po nëni, qa po bëni? Vaj valohi qështu po ponujmë, ka pak fush, ka pak këtu sene, do rrim nga kanë drejtë. Skaj dhe bytën, skaj asfalti, Ndryqimin, ndryqimin, na kanë bo. Apo keni reduktime, apo keni probleme me energji? Valohi, jo fort. Uj sjellësin e keni? Ujësillë të e kemë, po nuk po punon bashkënia, ka herë po, ka herë jo. Si po furnizoni atëherë me ujë? Kemë për i bunarëve. Keni bunarët që në qëta shtëpia? Po, e tash jemë të i marrin unë për ushtri, një farë për mëndure në nalë. Për ushtri? Po të shkrunë për u që kemë vendosë, ku e kemë post pikën atje nalë, jemë të formunë mu shumë, me bashku për mi qitë. E tash do pori kemë dhonë, katuni, me lajdori ka që 500 euro për Gjermanie, edhe këj krytorin, e kemë besa krytorin katunit që kemë fort mirë, e në për organizant tash qëtë edhe komunja që ne jep në i parëm në animon për mi marru që ato që e naltë. Unë nuk pata rastin se me taku kryetarin e fshatit, a i na kishtë dhënë edhe informacione shtes, po tash po ndërlina po ju pyti atje në shaj respekti, apo që keni me qitë të qëkës, që keni me vendosë? Ato gërmat. U qëkë, shkronjat e orta. Unë Unë kështu ju thëmë, shkronjat e orta të shtrisë çlirimtarë të Kosovës. Shumë mirë, ju lumt. Po kushton kjo sa po e ka shumë në gjithsej? Vallahi, sa ka shumë nuk e di. Por që pjesën tonë e paske Në japë. pjesën temi ka që djali pej atje, edhe dikush ka qitë, edhe tash Shumë mirë. tjerë në shta qesin. A njihni me gjithë banorët e fshatit Kosterc edhe a i bëni martesat me zveti? Martesat në zveti si vojnë. Nuk i bëni? Jeni një gjak, nuk ju lejot, a? Ne lejot, as që në martu kur, as tash, po tash zotis ka kush martu, edhe që në martu është ka 2 herë. Inshallah, po besoj ju kam mjaftu ka njerë, mos e bëz dhe 2 herë. Jo, që e mas mirë është. Po, raportet si janë me banorët? Mirë i kemë raportet. A i ndihmoni njëri tjetrit? Vallahi ndihmoj ku ke mundësi, ndihmoj qëta që ka i metë, ndihmoj njëri tjetrit,
edhe ma mirë s'ka se mi qu, në me veti mi qu mirë. Edhe mi dash në me veti, por para ma fort e më dash që tash e kem rallëdhu me shtete me krejt, ka ndru krejt. Pse ka ndru? Pse ka ardhur kjo ditë? Valoj, ma mur menja hiq, parja ka bo këto. Kanë bo tonë pare, s'po mu shkush për komrin. Se cili të nga mas pares, nuk po Si kem të- kom ja po. kushtu kërkujt. Të këqytar veç për vota që po vonë. Sa njeri jo kanë zonë këtu, ka zi sa mi vota, kjo dyqysh është pak nëqne. Inshallah bëhet mirë. Inshallah. A ka ndonjë veçori që ju dallon juve prej fshatrave të tjera të kësaj komune? A veçoni ju për diçka? Pasha zotën veç nisa me thonë tjetër mund veç që s'ka nga tresa. Nga qetjen tonë, nga tresa s'ka, mire qujmë, edhe tjetër sa zdi që ka me thonë. A ma shumë ka banor rezident apo mërgot? Ja vallaj, mërgat. Sa kanë kontribu mërgata për fshatin Kosterc? Vallahi, sa herë njën lyp, kanë mujt me dhomë. Edhe që kanë lyp. Indrum, unë ju falenderoj shumë për kohën, ishte shumë kënaqësi. Onë se po të edhe që edhe pak Po, patjetër. me shtu diçka për këtu ndimat, ma kona këta tjerë që ka jonë jashtë, më në animu edhe ma shumë me pare për mi maru që atë farë. Po, shkrona të arta të qekes. Të artët të qekes. Pra, zotëria bën apel pjesa mërgatës cilët nuk ju kam bashku kësaj iniciative me u bashku edhe me ju ndihmu sa i përket hollave në mënyrë që me shku gjithçka perfekt edhe mos me pas problem se po besoj që është një shumë e madhe që kërkohet me i bon ato. Po, është këgjë edhe nalë pe kohët për që rrimën e këgjë do punë jënë këgjë shumë. Po, Pas, shalaj. po shpresojmë që kanë me u bashku gjithë. Ishte shumë kënaqësi. Ditën e mire, faleminderit. Çdo të mirë, faleminderit shumë. Ka ju mordh zdia zvet, shije lëq, tana na u kam bë bashk, na po vazhdojmë, nuk na mdal asgjë. Jam të e po një ferm, shefeni një u bërë tamam kështu tipik fshat. Hajde po provoj me hy aty brenda, po shpresoj që nuk na kthejnë të paktën puna mbar, pa ja u bon, nuk e lë. Ti kush është? Oj, zoti i shtëpis! A doni mysafir? O, me orë ndrenice me thonë ju, mirë si ju gjej. Ma bën halal për dur, za se pak probleme kom. Dorontina, si jeni? A jeni mirë? Mirë në krejtë, Mashallah, i pas ke rendit, ko mirë. kogja mirë. Qysh jeni? Mirë. Qysh po kaloni? Po mirë pishtina shta. Jeni banor i fshatit po? Firma e kujt është? Firma Valjan Dervishe. Ju jeni valona? Po. Shumë mirë. Sa fryma janë? I kena 24 lepshëm shture, edhe i kena 10 viqa. 10 viqa. Po është problem? Valloj, nuk është problem se... Është vështirë si punë? Po e Apo kje ja bujësia është pak e shtirë, po kur ki vullnet ja rrinë që shofet. Po. Në një pjesë kone nuk po ta fije shpresë që kome taku dike rrugë të ishin katastrofë. Që është Allah vërtet. Po mbot qefi që po jetoj ka dikush. Po po që to jena 2 shtëpi jemi së Lagjen Dervishe, jena në kohë ma shumë, po për shkak rrugës se jenë dalë për këtë ujtë. Po, Mas pak të dikon ja 20 shtëpi shikon të etash, po shej rrugës se ty në jenë dalë për këtë ujtë. E keni bon të njerën në janë kesë në komunë? Po kena bo ankesë kështu, po na ka premtuar që në pranverë që shtrujla, se del 1 kilometër orë dhe kënejna 1 kilometër ka. Dhe tash e 26 viti ju jeni ende me këto rruga kështu. Vallojnë që shtoj në met, po i kena shpresa që në pranverë më shta kësmet e shtrujnë edhe po shpresojnë. Pse po ja jepni votën? Nuk është dash me ja u jep votën, nuk e meritojnë, shefini rrugë të ishin katastrofë, me zi kemi dalë. Do thotë në Kosovë nuk më paskaro më t'i kështu me rastis në ndonjë fshat me këso rrugica. Lo që ashtu u mejt që ashtu që 26 vjetë, po rruga u konë shumë e kisja po den, po njëherë po të nështru me zhavër, tani edhe njëherë po shpresojmë që e shtrujnë. Po shpresojmë edhe na. Puna po ju mbon këtë. Sa po është fetim prurë se po ja Po delni. fitimi është i mirë, I na pastër. me që bëjtësi me jërëm këto. Edhe shumë shtë ne qojna në drejnë, i kemë lota frizën e këtu, vine marrin këto.
që kena 48% litrën e qumshtit. Shumë Mirë, visat i mojna për më mëri, do një pjesë e shajsëm. Dhe të krejt qumshin e dorëzani në kompaninë Drena. Drena. Mënyra është e mirë. Jënë të i po dhe 2 djemë, 3, të kujtë janë djemë? Djemt janë të mitë, 3 djem i kam. Djemë tu? Mashallah, ka kam bosa ti. 17 të gjysë i ka. Përshëndeti, ama bën halal me dorza. Unë më starim që ti, ke mirë. Qish po kalon? Po, super. Me punë mirë? Po, mirë. Bobit pas ka angazhua, i angazhu vetë. Ja, edhe prindi edhe vetë. Shumë mirë. Është punë e lodhshme? Ja, nuk o fort, po... Është shefi këtë? Ha, prindi. Prinde, a? Ha. Të pas kam po më rëdjem të shokë. Këtë në Drenicë zgjoni shumë herët, 4-5, jo. Po kur është me fejrë, do të më qurë gjithë në 5 ura, në 6 do të më konë fejrë, këto se i kena visa, do të më lëshu mi miel, që të Do të thotë për kushtim i vazhdueshëm. Bojësia kje, që the ke një Gjerman të ke këtu, të ke si rang të grave. Të s'ka nas fejës, tas do të mi këshyrë. Që do mi këshyrë, se gjënak që sa një lidhën. Apo kalojmë tash pak jashtë dhe po bisedojmë edhe për pak qaste për fshatin, si fshat. Për çka njët, si është mënyra jetesës, përveç juve tashme po e dim se si jetoni, çka punoni, çka bëni, po banor tjerë me çka mirren, çfarë punë bojnë? Shumica këtu në fshatin Koster se përpore me shumë me bujqësi. Se s'kem posit tërsenë dhe këtu, po ka tukët e këtu i punujnë, po mas shumë të vëlloj pak i namet këto që merrem tash me bujqësi. Janë kogja shumë, po adin këtu në katon të unin janë, dikon ja 10 fermera ma shumë janë. Adin që merrem me bujqësi, po nuk ka ma shumë. Ashtë një ndër arsyet kryesore pse zbraktis fshati rrugët, nuk janë nivel. Shirë rrugës edhe shumica e ndalit edhe para luftë janë ndalin për këtorit. Edhe ujësillësi më duket nuk i kishit. Ujësillësin e kim. Në fakt e keni, por që jeni detyru me pas bunore. Ujë kështu që me thonë me sjas nuk kina, kështu baba ki mund me pas dinit ka pak a verës ja. Si e beni ju për punën që e keni? Po na kena me pusa, din kena qelë 130 metra bunoret, tash i këmë mujtë mjaftushëm për lek. Ndrum, unë ju falenderoj se edhe shi na bëni halal, se ju qëtëm në shi. Falenderit e pejteje që ke gjithë ku, shumë respekt. Falenderit shumë për juve, ju përshëndes. Me vendosi kështë me style. Haj, qëropat e bordha, qëropat me vigza. Hajtëni, ta mënë për mbekan, 40 nëmri, 45-a. Me provoj edhe qëto. Shëndetje, a dë një ushqim? Qështë do të me? E që rejnë e një. Që veç pak ta shqyqes këtyre një herë. Pak hajde shkujna drejt. Falemnderit shumë. I zoti shpis, po thotë me shku me hongër një drek, s'po ja prishëm qefin. Falemnderit shumë. A puna jeme. A hojri jeme. Ka që kishte. Qysh e presin dojt mesën, viz, misht, terum, e të zbutëm, kështu, avav, më do të gjithë qysh me interpret gjërimet edhe me që gjujt mishët. Miqtë e mi, kaluam në pjesën e fundit saj përket fshatit Kosterc këtu në komunën e Skenderaj. Erdhëm në lagjën e fundit, lagje kjo Hysenaj. Përballë meje mu në atë pjesë të Kodrës do vendosen shkronjat e arta të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Shefeni sa pamje e bukur, nga kjo lagje mua s'më mbetet gjë tjetër veç me ju falendru për zemërsisht që ndruat edhe për gjatë këtyre minutave sot me neve. Për shkak të kohës me shini nuk mundemi me vazhdu me xhirime, por banor të mrekullueshëm janë ata të cilët na kanë tregu për Kostercin në përgjithësi, vetëm se janë të ndarë në lagje. Shifemi në fshatin e Rodhes, deri atëhere, mirë mbetëshi!